përveç faktin që ka qëndru presidenti me 2 delegatë tjerë brenda, pavarësisht që ka ndodhur brenda, ata neve nuk na njohin, por ata kanë ditë shumë mirë që Kosova do të jetë pjesë e kongresit, edhe sigurisht ka qenë flamuar aty pranë. Mandej, është shumë kollaj për UEFA-n me ndërmarrë masa, sepse e shohin gjitha vitet tash, secili kryetar kishte mujtë të bëni sen me flamurët vetën, apo jo? Është shumë normale. Është shumë normale. Po shumë normale. Domethënë, prezencën e flamurit apo jo? Do diskutim. Edhe Armini e kishte bë, edhe Lorina Kajë. Vetë shmendurit e çujnë provokim shpërfaqjen e flamurit. Tash ndodhin ndjekjet e flamureve edhe me klube të ndryshme, fatkeqësisht edhe me shtete të ndryshme, por ne veç kemi fakte të cilat ata du të denu Serbinë. Ne jemi në rregull, me nësi ne kemi qëndru brenda në kongres, është kry, jemi dakord Lero. Garën e inteligjencës ideja mos me lanë poshtërimin ndaj neve. Po jo spilona se ne do reagojmë. Si çdash më kon. Në aspektin Lorina profesional. E dim që shumë zyrtar të lartë të UEFA-s janë nga rajoni, nga Serbia, nga Kroacia, nga Slovenia. Presidenti Čeferin është i Slovenisë, dhe po ashtu një Serb, Zoran Laković, ka një post të lartë në UEFA që është kryetar i federatave kombëtare. Dhe kemi parë që marrëdhëniet mes ti dhe presidentit të Federatës së Futbollit të Kosovës janë të mira, sepse ai ka qenë i pranishëm para 4 vitesh në Kosovë. Shohim një video kur ishte i pranishëm në zyrën e kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi. Ky është Zoran Laković. Dhe nëse të themi kemi raporte profesionale, okej, a duhet që të themi të shfrytëzojmë këto raporte, a marrim të drejtën tonë? Sigurisht, federata li me vë punën e vetë, edhe nuk kanë dyshime që e bën. Kjo është minimumi, kjo është obligim, s'është fare punë dëshire. Unë po insistoj te një fakt, duhet reagim shtetëror, duhet reagim kombëtar, sepse që kjo nuk bën me kaluar lehtë. Arlind, nasha për ne shqiptarët të bo normale, po shakt historisë që e kemi, një histori në nështrimi, vuqje, sakrifica, me na përdos këto simbole. Po simbolet honë gjithë shka, është banderola jote që të prezenton ku të që shkon në botë. Edhe kur ato ty të përdosën, e ti e kalon kaq lehtë, sikur me një farë relaksit të padurueshëm për mu, kjo të regon që ti... Azdren, a reagoj... me kërkush përveshën Sërbi, kërkush. Përveç Serbia, Stavani këndvështrim. Azdren. Po Serbia problemi. Jemi bashkë me një familje të futbollit. Edhe UEFA deri te huna i ka ardhur me Serbinë, e din shumë mirë. Uroj që por ka qenë në Beograd. Interes futbollit bëhet kjo. Kjo video e bërë para disa vitave. Unë e kam dëgju edhe prononcimin. I referohet si kryetari i Federatës Futbollit Kosovës dhe ky në cilësinë e drejtorit e ka ditë mirë ku ka ardhur. Dhe ky është pranim de facto i Federatës, i presidentit dhe i shtetësisë. Sepse për ndryshe ky aty, jo fal. Përfatëson UEFA, një Serbi. More, sa për UEFA-n si shardh asnjëherë. Po ky ka federata që shkon asnjëherë. Po kjo qëndrim i një zyrtarit të UEFA, jo qëndrim i një zyrtarit serb. Po krejt në rregull është. Nuk e kryen mohabetin, mos bëni hajgare. Ky me vetë prezencën në Prishtinë e ka pranuar de facto de jure nga pozicioni i UEFA-s, jo nga pozicioni i konsumimet politike janë ndryshe. Ka rëndësi shumë. Flamurit ato janë për konsum brendshëm. Ta bojkotojnë kongresin? Absolut po. Unë më paskon në vend Agim Ademit. Absolut po, me njerë isha që në mënyrë demonstrative, mohimi i drejtës teme, për mu përfaqësu në mënyrë barabartë, me këtë përfaqësus aty, unë e lëshoj kongresin në mënyrë demonstrative, edhe alen fajnë Serbijës. Agim Ademi bëget se ka bo, mbasaj i shpegon arsujot e veta. Nuk e di pëse. Nuk ka bo ashtu, federata se na paraqitja. Zbon medal për kongresit. Absolut du të medal. Se medal. Qysh se medal, mëre? Se medal. Po të paravos. Ke që veç federat blerë, nuk e që shtetë. Po të paravos. Federata futbollit Kosovës. Dëgjam, ti jeftu Republika Kosovës. Jeftu si, jeftu si shtetë. Debatin detyrohemi normalisht për të lezuar edhe reagimin. Pse Andin, on jetë sikur tash në emision. Me ta një shuplak, Arlindi edhe me rrinë emision. Nuk rrinë emision, unë dalë. Flamuri u konë mrena e tash. Federata mundët. Jo Flamuri, ta ka hek edhe mrena Flamuri. Ta ka lon logon e federatos. Azdren, Azdren Shala, dëgjom, me ditë sërt mirë, çka paraqet logo e Federatës Futbollit Kosovës, ma para hekim Flamurin s'ka logon. Je historian,
E din qa simbolizon rota, qa simbolizon Po thu që ma mirë që e kanë gjonë federatën e kanë ekë flamurin Mos bani kësi interpretime se për një mension. fotografia Arlindit. Flamuri jo mbi këtë simbolisat. Po, që e mërë fotografia Arlindit.